أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër e pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin 654 më radhë që nga fillimi i librit, hadithi i dytë në këtë kapitulli që flet për obligimet e pushtetarit karshi qytetarit. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala, wa an Abi Ya'la Maqil ibn Yasar radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. وفي رواية للبخاري فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. Narafan Abu Ya'la Maqil ibn Yasar radiyallahu anhu, i cili thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, se cilit njeri që Allahu jep pushtet mbi një popull, e vdes ditën që vdes, duke e tradhtuar atë popull, ati Allahu ja bën haram gjennetin. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Në transmetimin tjetër tek Imam Buhariu qëndron edhe kjo pjesë, e nuk e rrethakon atë me këshillën e tij, ai njeri nuk e nuhat aromën e gjennetit. Transmetimin tjetër të Imam Muslimit qëndron edhe kjo pjesë, secili njeri që merr përsipër punët e muslimanëve, e pastaj nuk përpiqet për ta dhe nuk i këshillon ata, sigurisht se ai njeri nuk ka me hi me ta në xhennet. Ky hadith me këto transmetime na i ka marrë neve disa mexhlise, edhe jemi mundu që nëpërmes këtyre mexhliseve, sqarimeve, të japim kuptimet që i ngërthen vetë ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe rëndësia e këtij hadithit shihet qartë edhe nga këto mexhlise që kemi bë, po edhe nga efekti i këtyre sqarimeve që kanë dhënë ulemat mbi këtë hadith në jetën e muslimanëve, të kaluarën dhe sot. Sepse jeta shoqërore zhvillohet prej dy shtresave bazike. E para janë popullata, baza e çdo shoqërie. E dyta janë pushtetarët, ata që udhëheqin këtë shoqëri. Dhe nëse këta dy shtresa shoqërisë janë në rregull, atëherë ajo shoqëri jeton situatat më të mira në jetën e vet. E nëse popullata është e smur, është e lajthitun, është e devijum, ajo popullat zakonisht nuk sjell mbi kokën e vet pushtetar të drejtë. Tham zakonisht, sepse Allah i madhëshëm ka mundësi ndonjëherë një popull të keq me qu pushtet mirë për me përmirësu. Ama zakonisht populli i prishur nuk kërkon pushtet të mirë. Edhe tjetra, pushteti i mirë zakonisht udhëheq popullin e mirë. Po nëse pushteti është i mirë, e ndihmon edhe popullin e prishur
në rregullimin e gjendjes së tij. Dhe jeta shoqërore zhvillohet duke përmirësuar secili vetveten e vet. Nëse çdo individ brenda shoqërisë e rregullon veten e vet, atëherë vjen situata që të na rregullohet edhe pushteti. Por shpesh herë dikush e merr si argument atë fjali të njohur dhe të përhapur, si t'jeni ashtu i keni, për të justifikuar zullumin e zullumçarëve, ose hajnin e pushtetarëve. E kjo nuk qëndron, sepse secili ka përgjegjësi për pozitën e vet. Pse populli është i devijum ose është i lajfitur, nuk amnestohet kryetari i atij popullit nëse ai nuk qeveris me drejtësi. Por në momentin që e ka marrë pushtetin, i ka marrë përgjegjësitë e pushtetmbajtjes. Dhe llogaria për të është më e madhe se llogaria e individit në lidhje me pushtetin, sepse individi ka përgjegjësi veç për procesin e zgjedhjes e pushtetarit. E prej momentit të zgjedhjes e tutje, përgjegjësia është atij që ka marrë përsipër, që ka pranuar të jetë i kandiduari dhe ta merr pushtetin e tij. Dhe për këtë arsye, do thot ulemat janë munduar me tregu se ky hadith i drejtohet pushtetarit, atij që e merr pushtetin. Ndesh e merr pushtetin nga populli, ndesh e merr pushtetin vet dhunshëm, le ta dinë se në gjitha situatat ai ka përgjegjësi. Dhe në momentin që e merr përsipër përgjegjësinë e tij dhe nuk ja jep hakun, le t'ja menon vetës. Edhe në dunjë, po dunjë përsëri kalohet, le t'ja menon vetës si do ndodh, çka do ndodh me të në ahiret. Dhe andaj këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdori një metodë të friksimit, si metodë për t'ia treguar pushtetarëve përgjegjësinë e madhe, përgjegjësinë e rëndë, rrezikun që i kanoset atij në jetën pas vdekjes nëse ai nuk ja jep hakun kësaj detyre e kësaj përgjegjësie që e ka marrë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atij Allahu ja ka bërë haram xhenetin. Dhe tha, ai nuk ka me nuhat aromën e xhenetit. Dhe tha, ai nuk hen me ta në xhenet. Rezultati i një pushtetit të keq, i një qeverisje së keqe, që në kam mos me hinë xhenet. Ti mund është mja bo vetës xhenet në dunjo, se pushtetarët zullumçar zakonisht jetojnë mirë në këtë botë. Bëjnë pare, bëjnë villa, bëjnë kere, bëjnë qefe, saltanate. I bëjnë krejtë. Pse se normalisht kur jenë pushtet, do të ki mundësi me përdor pasurinë e shtetit për interesat tuaja, ashtu se shfatkesisht bëjnë një pjesë e madhe e pushtetarëve sot në botë. Edhe mundesh me e kamuflu situatën, mundesh me manipulu me situatën, mundesh me e mbrojt vetveten, ama ai që ja bën vetes xhenet në dunjë me hile, pa të drejtë, me vjedhje, me mashtrim, s'ka me nuhat aromën e xhenetit. Jo me hi xhenet pas aromës s'ka me një. Edhe i bot haram ati xheneti atje. E një njeri i mençur, nuk thamë një besimtar, nëse ka me zgjedh, mes një kënaqësie shumë të madhe kalimtare, edhe mes një kënaqësie të vogël për të përhershme, njeriu i mençur e zgjedh një kënaqësi të vogël të përhershme përballë një kënaqësie të madhe kalimtare. Pse? Se sado që është e madhe ka fund. Edhe ai e mendon këtë fund, do të mos i ka fund, atë çka më vonë mas kësaj kënaqësie ka me vujt. Andaj e refuzon këtë kënaqësi momentale të përkohshme, edhe pse është e madhe, përballë një kënaqësie që është e vogël apo është afatgjate. Edhe andaj kjo është porosi për ne, secilin për neve si besimtar, që mos me leju më u mashtru me të mirët e kësaj bote. Sepse ato janë kalimtare. Dhe sa do le të jenë mëdhaja, përsëri
të mirat e xhenetit janë shumë më të mëdha se ato që mund t'i kesh në dunjë. Më shifni me rregull logjik, një kënaqësi e vogël e përhershme është më e mirë dhe ka përparësi se një kënaqësi e madhe momentane. A paramendoni nëse është e kundërt? Kënaqësia e përhershme është shumë më e madhe, pa krahasueshme nga kënaqësia e dunjos momentale. Atëherë pse më u mashtru me këtë dunjë, me këtë kënaqësi të kësaj bote, kur është kalimtare dhe është e vogël, ajo që të pret në ahiret është edhe e madhe dhe e përhershme. Andaj Allahu Dhu Xhelal në Kur'an që tha: "Fala yaghurrannakum al-hayatu ad-dunya." Mos lejoni me ju mashtru ju e jeta e kësaj bote. "Wala yaghurrannakum billahi al-gharur." Mos lejoni me ju mashtru karshi Allahu të Madhëshëm, mashtruesi i madh ai shejtani. Mos lejo. Se e hub diçka që është më e madhe, më e rëndësishme, më e vlefshme, më e shtrenjtë, më e çmueshme. Edhe pra shkak, për shembull, unë edhe ti, kur del shesh imani jon, kur sfidohemi me të mirat, për shembull, kur ti tregon se je i devotshëm, i ndershëm, atë kur ki mundësi me marr pasuri, me zhvat pasuri, me vjedh pasuri, të hujen e se prek. Jenë pushtet edhe e runë derin tanë, nuk prek. Atë të tregohet imani jotë, ama ti s'ki pushtet, s'ki përballë pasuri, e thu jam unë e takva, jam i ndershëm, kjo s'vlen, pse? Se si sfiduti. Si kurse për shembull, kur del shesh nderi i një besimtarit, kur i mundsohet mundësia me ranë zina, edhe ai ruan veten e vet. Një femën e bukur, do e pushtetshme, e pasur, edhe të ofrohet, të jepet ty, edhe ti e ruan veten tonë. Atë ti thuaj jam i ndershëm. Ama ti kur kush nuk të ofrohet, ku valla unë jam takvoj i ndershëm, ka dal. Një të bish në spov, atëre e mana vesh sa i devotshëm ti. Njëtë edhe puna e pushtetit dhe pasurisë. Atëherë kur jenë pushtet, kërkohet dërshmëria. Edhe në gjykimi me drejtësi, për ty edhe për tjetrin, po edhe me kujdesin nga pasuria e huaj. Se sa s'ki pushtet, let e ki, me thonë. Edhe pra shkak, ketë na e kemi konstatu, e kemi pa, e kemi vëjt, se para se me marë pushtetin, flet çka dush, edhe bën çka dush. Mund është me rrej gjokës shumë. Edhe na kërkuj se e marrë në seriozisht. Kur, deri kur? Deri se ta merë pushtetin. Atëherë tregohet ndershmëria e tij, edhe tregohet devotshmëria e tij, edhe tregohet drejtësia e tij. Se sa s'ka sfidë, letë është pretendimi. Ama ku të ballafaqohesh me sfidën, atëherë delshesh vërtetësia e pretendimit ta. Unë jam punëtor, unë jam i Zoti, unë jam i shkaf. Hajde, merë e bëne. E merë të boje se ne bënë, po qëfar punëtori jeti, lafa? Unë jam zanatçi, hajde e bëne. Cilët e pështilët, se një del në kryje. Qëfar zanatçi jeti? Andaj, pra shak, këtu kemi të më një kërsnim shumë të madhë, që mi thonë njeriut, se cilët që i ka andrat e veta, dëshirat e veta, legjitime, që ka drejtësi si njeri me ndru me konë kryetar, me konë i pari një popullit, i një shtetit, është e drejtë legjitime. Mire po kuptoje se nëse tja e merat pushtet, dhe ja e hakun, fiton shumë. Ama e merat pushtet dhe nuk ja e hakun, atëre e ki haram gjennetin, nuk e nuhat aromën e gjennet, dhe nuk hinë gjennet me ata që hinë në gjennet. Pse ka ardhë këj kërsnim në fund për me të regu se përgjegjësia është e madhe, amaneti është i madhe, edhe ti duhesh me amendu shumë mirë kësaj situate dhe kësaj gjendjeje. Ulemat kanë thonë, është e qartë sa njeriu mundohet me punu për me i arrit qefet e tija, gjëra që i lakmon dhe i dëshiron. Dhe këtë jetën e vetë e hargjon për to. Dhe në anën tjetër, është e natyrshme për njeriun që ta mbron veten nga çdo gjë që i bën dëm. Edhe të largohet për atyre gjërave që bën. E pra shkak,
Allahu Dhul Jalal njerëzve kur flet Kur'an u përmend dobin e ibadeteve dhe dëmin e gjunaheve. Që të motivohemi na në ibadete, sepse fitojmë prej tyre edhe në dunjë dhe në ahiret, dhe të ruhemi prej gjunave, sepse humbim nga to edhe në dunjë dhe në ahiret. Edhe këshifne, kjo logjik e inkurajimit, e nxitjes, edhe e friksimit, edhe largimit nga punë e këqija, përputhet me atë që është natyra e njeriut. Se njeriu vrapon drejt asaj që e don, e kënaq, i jep shije, i jep kënaqësi, vrapon, punon, lëviz, ec, lodhet, raskapitet, edhe ruhet maksimalisht nga çdo gjë që ai e gjykon se mund me kon e dëmshme për te. E në këtë logjik janë edhe ajetet që flasin për xhenetin, edhe ajetet që flasin për xhehenemin. Që me të motivu ty me vazhdu në veprat mira, që ja shef hajrin edhe në dunjë në ahiret, edhe me të nxit ty, ose me të friksu ty, që të ruhesh për gjunave, sepse ato të sjellin ty gjërat që edhe në dunjë në ahiret. Andaj, Allahu Dhul Jalal për shembull në Kur'an e sjell një shembull të kësaj metode që e përdor. Në surën Al-Haqqa, Allahu Dhul Jalal e përmend një rast se si i urdhon Allahu Dhul Jalal melaqet me e ndeshku një mëkatar. Dhe thotë kështu: "Khudhuhu faghullu." Merrni atë gjunahçarin e në xhehenem hudhne, të lidhur në pranga. Pa ndo të me të hudhti, për shembull dorë zgjidh, ti mendon se mund është me shpëtu. Ama me të hudh dur lidhëm, mundësia e shpëtimit është edhe më e vogël, se ti s'ki qysh lëviz, qysh e ndihmon veten për me shpëtu. Thumma al-jahima sallu. Pastaj le të digjet, le të kallet, le të përvlohet në xhenem. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Pastaj lidhna me zinxhir, le që i ka durët e lidhuna, plus e lidh me zinxhir 70 kut, edhe mbajnë në xhenem të lidhur me zinxhir, me pranga. Edhe me pranga, po plus edhe me zinxhir gjatë. Që mësë mujtë as me ik për vendit ku ai ndeshkohet edhe dënohet. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Pse kjo? Sepse ai nuk besonte në Allahun e Madhëshëm, wala yahuddu ala ta'ami al-miskin, e as nuk nxiste me i dhonë ushqim fukarave. Shife, dhe më thonë, për shkak të kufrit edhe mungesës së bamirësis, hudhesh në xhenem, i lidhur në pranga, e skuqesh, e përvlohesh, e kallësh, e digjesh në zjarmin e xhenemit Allahu na ruaj. Edhe andaj, kjo formë e përshkrimit se si Allahu i Madhëshëm i ndeshkon gjunahçarët në xhenem edhe qafirat, është për t'i friksu njerëzit. Edhe përshkrimi ka detaje për me ta vizatu për para teje se çfarë dënimi ka mundësi me të prit nëse ti nuk e beson Allahun apo nuk je bamirës. Innahu kana la yu'minu billah, ai nuk i beson te Allahu të Madhërisëm, është e qartë pse me konë xhenemli. Mi përshif në ajetin e dytë, mas kësaj, wala yahuddu ala ta'amil miskin, nuk tha dhe nuk jepte ushqim fukarave. Se me qenë humanist e bamirës, është e natyrshme tek njeriu. Po ti duhesh me konë ma shumë se kjo. Po duhesh me i nxit edhe tjertë me dhonë. E paramendon nëse ti vetë nuk të kujtohet kujshia jetë që s'ka, familjari jetë që s'ka, filoni dhe fisteki që ka nevoj për ndihmën tonë, nëse ti vetë nuk kujtohet, ti si ka mundësi me nxit i kanë me ndihmu. Edhe andaj, ky ajet kuranor është një prej argumenteve shumë të mëdhaja që edukon besimtarin në
dordhanje, bujari, fisnikri, zemërgjërsi. Se ti duhesh mja pas gajle tjerve që ki për rreth, nëse Allah të ka gëzu me të mirat e tia. Edhe me nëzit edhe tjertë në dy forma, edhe me modelin që ofron, po edhe me këshilla që a jep. Se nëse ti veç i këshillon tjertë me dhona vetë nuk jep, atër njerëzit e marrin këshillën tone, po edhe ndërtojnë një rezervë. Ama nëse ti je që flet edhe të regon praktikisht se je dordon, atëherë njerëzit bine se kjo punë që ka me të vërtet e mirë, se e vetë e ban edhe pas e këshillon. Edhe kjo dordhanja, bujaria ka të ban me dashnin e dynjas dhe mashtrimin pas saj dhe harimin e vdekjes dhe ditës e llogarisë. Tu menu se ata që e grumdon për pasurisë dhe e numron vazhdimisht me pa atu ka shtu, atu ka paksu. Si që e përshkun Allahu dhu gjelal njeriun e mashtrum mas dynjas. Kur vdesish ki me lon këtë botë. Zvjen me ty. Vjen me ty veç atë që e ke dhonë. Atë që e ke nda prej pasurisë tane dhe e ke dhonë. Ati ku ka pas nevoj. Me dasht dynjan, me dasht pasunin, me dasht mallin, edhe mës me adhon hakun, edhe mës me shfryzu për me fitu gjennetin, është shmenduri. Se Allah i madhishën pasurin e ka zbrit dynja, që mu madhnu Allahu dhu gjelal dhe mu adhurua në këtë bot, dhe me fitu gjennetin me te. E ti me dhonë Allahu pasurit madhe në këtë bot. E ti mës me bosh kak atë pasurin me fitu gradat e larta në gjennet, atë nuk jenë njeri që e ke kuptu thelbin e islamit. Po je i mashtrum mas dënjas. Se atë pasuri që ti e shfizën me bosh qefe, mu knash këtë botë, që është halal, e nuk e bën shkak me ngrit gradat në gjennet, ti ale kantari jotë, peshorja jote nuk është të peshu mirë. Se hala jetu menu për një jetë gjatë kësaj bote, a askush për ne nuk e din se kur i vjen momenti i dorëzimit të amanetit. Edhe shkon andej, e ndoshta ti këndej e knash të shetit në halal, po thëmë, mirë po se ke shvizuat pasuri me ngrit gradat në gjennet, kur shkon atje, jetë e jote, knasit e tu janë matë pakta sa ato që ki pasë në dunja. Pse se ato të mira që ti ka dhënë Allah nuk i ke shvizu me ngrit pozitën tonë në ahiret. E kjo është ajo që do thotë Kurani e ka për synim me i këshillu besimtarët. Kujtone fundin e këtij njeriu, i cili përveç që ishte jo besimtar, ishte njeri që edhe pasurinë e tij nuk e ndante me të tjerët kur kanë nevojë ata. E as i nxiste të tjerët që me qenë bujar, humanist, por e donte pasurinë me dashurit madhe, e grumlonte atë vazhdimisht, edhe e numronte, edhe gëzohej, veç me shtimin e pasurisë, në depot e tia, në sefat e tia, pa marrë parasysh se aja shef a i hajrin, apo familja e ti, apo fëmijët e ti, apo dikush me musliman me këtë bot, edhe pa marrë parasysh aja shef hajrin asaj pasurie, ditën kur del për Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej mësime dhe porosive që dalin, dhe kjo është mësime dhe porosia e fundit nga kjo hadith, është cilat janë përgjegjësit e pushtetarit musliman. Edhe kjo është thelbi i këtë këtyre sqarimeve, megjithëse na disa prej tyre ndërkohë edhe i kemi përmend, po brenga ose gajla për të sqaru detyrat dhe obligimet e kryetarit musliman ka qenë vazhdimisht e pranishme tek dietarët. Dhe ata janë mundu me apo të qartë njerëzve këtë gjendje, këtë situatë, që ata pastaj ku ta marrin përgjegjësinë, që japin hakun kësaj përgjegjësie. Kryetarlloku, pushtetar është amanet dhe përgjegjësi. Dhe njeriu ka me dhënë llogari para Allahut subhanahu wa taala
për këtë përgjegjësi që ka marrë. Je kryetar i një shoqate me 7 anëtar, ke me dhënë llogari për 7 anëtar. Je kryetar i një shoqate me 1000 anëtar, ke me dhënë llogari për 1000 anëtar. Je kryetar i një komune me 60.000 banor, ke me dhënë llogari për 60.000 banor. Je kryetar i qytetit me 1 milion banor, ke me dhënë llogari për 1 milion banor. Je kryetar i një shtetit prej 5 milionëve, 10 milionëve, ke me dhënë llogari për 10 milion banor. 100 milion për 100 milion. Sa më shumë që rritet numri i popullatës që jeton në shtetin që te qeveris, aq më tepër rritet përgjegjësia. Edhe aq më e rënd bot llogaria. Edhe sa është për të mburr kur je një shtet i madh, për shembull 100 milion banor apo 1 miliard banor, siç është rasti i Kinës dhe Indisë, aq më tepër është edhe përgjegjësia. Edhe normalisht njeriu i meq është ai i cili kur e merr pushtetin e ka edhe këtë gale. Për aq shkak pushtetarët musliman, në momentin që e merrnin pushtetin duke pas frikën e Zotit, ata nuk e zinte gjumi as natën nga brenga dhe gajla. Pse ka marrë përsipër një amanet të rëndë. E duhet me mendue se si ka me kry atë amanet dhe si ka me qunë vend atë amanet. Mirë po sot, njerëzit nuk janë të këtil. E marrin amanetin edhe nuk e marrin gajlen e përgjegjësisë. Pse? Sepse në dynjë, megjithëse se ka mekanizma të llogaridhanjes edhe në këtë botë, ato manipulohen, ato anashkalohen, atyre u gjen zgjidhje. Ata amnestohen. Mirë po të na si musliman, e kemi shumë të qartë se nëse ikim gjykatës së dunjas, nuk ka mundësi me ik gjykatës absolute të drejtë Allahu xhelal ditën e llogarisë. Edhe andaj, kur e merr pushtetin, ti ja ke gajle çdo individin pushtetin tan, brenda pushtetit tan, edhe mundohesh maksimalisht me kryer ato obligime ndaj tyre. Andaj, në këtë hadith u përmend domethënë përgjegjësia dhe u përmend gajla dhe brenga që duhet me pas pushtetarin ndaj popullatës që është qeverisi. Dhe nga ky hadith dhe rivajetet që janë në këtë hadith, në bot e qartë se dëshira për të bërë kryetari një shtetit është e shoqëruar me vetdijen për përgjegjësinë që e të e marrë. Ke drejti legjitime është me dëshiru mu bë kryetari i shtetit. Edhe askush nuk ka drejt me ta mohu këtë drejt. Ama edhe një sen duhesh me kuptu, se në momentin që ti e merr atë detyrë, t'jepet ajo mundësi, atëherë mos harro se përgjegjësia jote tani nuk është vetëm për veten tonë dhe familjen tonë, por rritet për gjithë banorët e atij vendi. Bile, pushtetarët musliman, në momentin që kanë marrë pushtetin, se kanë pas gale veç qytetarëve të shtetit të vetë. Po e kanë pas gale edhe bagëtis, edhe kafshëve, edhe shpenzëve që kanë gravitu në atë territor që ajo ka qeverisë. E kjo është ajo që ka bo dallimin mes një pushtetari musliman dhe tjerëve. Pushtetari musliman, jo veç për njerëzit që janë brengos, por edhe për kafshët, edhe për zësht, edhe për natyrën. Sepse e ka llogarit veten më këmbës pushtetar, halife, i krejt asaj toke që ajo qeveris. Për njerëzit, po edhe për kafshët, edhe shpenzt, edhe malet, edhe fushat, edhe lumejt, për gjithë ato e ka një vetën me përgjegjësi. Edhe andaj ajo që ka ndodhur në qeverisjen islame ka qenë mrekulli. Ka qenë gjë e paparë. Edhe ka ngel hala gjë e papërsëritur. Alo bota perëndimore me gjithë zhvillimin e vet që ka arrit nuk ka mujt me e kopju ose me e zëvendësu atë që ka bo khilafeti islam. Ndeshkone me vetëve, ndeshkone abasetëve, ndeshkone osmanlive në botë. S'ka mujt më arrit.
se premisat morale edhe objektivat e qeverisjes islame janë shumë më madhështore se sa ato që i kanë të tjerët. Edhe normalisht, kur të mungojnë elementet baze, kishën vështirësi me arrit deri tek qëllimet e mëdha. Koha që kishim disponim në përfundoj, në ngelet me sqaru edhe pak citate për ulemave në lidhje me përgjegjësinë e pushtetarit musliman. Kjo ngelet inshallah për dersën e ardhshëm, duke lutur Allahun të na jepë të dobishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.